Ministria e Shëndetësisë dhe ajo e punëve të brendshme do të fillojnë nga sot kontrollet e jashtëzakonshme në kompanitë që janë të licencuara për prodhimin e kanabisit për qëllime mjekësore. Ministri i Shëndetësisë Azir Aliu ka njoftuar gjithashtu se qeveria ka marrë vendim për funksionalizimin e komisionit ndërrethorial, me të cilin do të kryesojë antar i emëruar nga Ministria e Shëndetësisë. Sipas Aliut, ky komision është krijuar në vitin 2017, por nuk ka qenë funksional dhe nuk ka përgatitur qoftë një raport të vetëm deri më tani. Do përvëkëse izradi. Kolegët ndodhen në teren, nga sot fillojnë kontrollet e jashtëzakonshme së bashku me MPB-n. Do të duhet të kontrollohen 43 licenca për prodhim të kanabisit mjekësor. Në mbledhjen e fundit qeveritare u soll vendim për emërim të antarëve të komisionit të ndërmjetëresoreve. Një person nga Ministria e Shëndetësisë do të kryesojë me të. U krijua në vitin 2017, ndërkaq nuk gjetëm asnjë raport për punën e tij, edhe pse është një ndër kyçet për të pasur qasje se çfarë po ndodh lidhur me prodhimin e kanabisit për qëllime mjekësore. Kontrollet e jashtëzakonshme të paralajmëruara nga Aliu në kompanitë e prodhimit të kanabisit për qëllime mjekësore bëhen për arsye se ditë më parë në një aksion të policisë u kapën afërsisht 40 ton marihuanë në vend, po edhe për arsye se 5 ton të tjera kaluan kufirin e u kapën në Serbi.